jallëroj Bashkisë Islame projektin, por pa marrë asnjë shpërblim. Arjan Senikën, i cili vërtet edhe sot vazhdon të kontribuoj për këtë vend, megjithëse që ne si gjithë të tjerët fillojmë të shpërngulemi nga kraja. Edhe ai momentalisht punon apo jeton në Ulqin, por gjithmonë i gatshëm të ndihmoj Bashkinë Islame. Tani kryemën propozoj që të shohim një kronik të cilën e kam përgatitur ekipi ynë realizues me një reportazh shkurt nga kraja këtu. Njekim kronik. E shtrirë pranë bregut të liçenit dhe rrethuar nga kodra të gjelbërta. Kraja është një thesar i pazbuluar që ruan me krenari gjurmët e së kaluarës dhe bukurinë e së tashmes. Kraja nuk është thjesht një vend, është ndjenjë. Një vend ku koha ecën ngadalë, ku natyra flet me ngjyrat dhe tingujt e qetë, dhe ku çdo vizitore gjen diçka të